Aldo dhe Danja kanë patur disa debate me njëri tjetrin, pasi ai ishte pjesë e grupit të meshkujve që thanë se Danja flirton me ta. Sot ata të dy kanë bërë një bisedë me njëri tjetrin, ku Aldo i ka rrëfyer se ai ka ndjenja për të dhe për këtë arsye u largua. Mere me qetësi këtë që do të them mos bëj ndonjë reagim ku di unë. Po të thoja që parë që ndjenja lind nuk ke që i bën. Doja të shkputesha nga ti se papritur fillova të ndjeja disa gjëra që nuk doja t'i ndjeja që e kalojnë raportin shoqëror. Nuk e kontrolloja dot, nuk kam që i bëj, thash, po largohem. Nga ana tjetër edhe unë kam parë diçka nga ty shikime, ke një natyrë që mbase besoj që kam parë disa shikime që kanë qenë përtej shoqërisë. Nuk e luan topi këtë. Të shoh çdo natë në ëndër, i tha ai Danjës. Danja qeshi me deklaratat e Aldos dhe i mori tërësisht lojë. Ore, e ke seriozisht, ti na çmende, hiq mikrofonin të paktën. Mblidhi truth e kokës, e këto gjëra mos i bëj për lojë. Hajde zihemi më mirë, tha Danja duke qeshur dhe duke mos e marrë as pak seriozisht.